Mirëmëngjes nga kopshti I fëmijëve në Krushe Tulipanet. Këtu disa banor të Krushës vullnetar kanë marrë një iniciativë me zgjeru këtë rrugë pasi ka qenë shumë ngushtë, edhe tash falë Zotit, edhe gratë kanë marrë patent shofera se fort ju kemi shkel drejtet përpara grave ku 8 vjetë shkollë në fush me punu, kemi martu, kemi hinë gjina me to, e kontributi I grave është shumë I madhë. Në çdo aspekt veç në lufta sa kanë gatua, sa kanë kepa, sa kanë prita, sa kanë përcjella. Barna s'ka guzu mashkulli me shku me blenë për zërin, ka shku gruja. Për ushtare, për shumë sa në tjeja, tash të kjo po zgjerohet tu, që kjo pjesa tash si parking bëhet, që ta telet hekën këtu, zgjerohet deri atje. Edhe kjo pjesa tjetër këtu që sa u zgjeru. Jam në spiu të regoj ku shpikrin se këqyre njerëzit kanë vdek për Kosovë, kanë pas vullnet me vdek. Për shembull, Fitim Doraku dojke me vdek, mu shliru ki vend, ata thëshin gabime ka, po lama djali e ka vendos qashtu. Ka vendos me vdek, ose si Adem Jashvaj me krejt ropë të vdek, ja gabime ka, tani shkojnë e nerojnë. Ose kjo, po do me bo mirë, po do me zgjeru, humanizmi kur nuk është nërë, as nuk ndalët. Ka njerëz vullnet mirë, mos I gjikoni, jo pe bon për interesi, jo për ato. Tani mëse të kryet athejt mirë kish pas. Duhet me ndryshu mentaliteti, beti. Që tash ma dërgoj një prej Gjermënis një video, ishin organizu fshati, 100 persona ka jo pjesa, 100 ka kjo tjetra, krejt me pastru, edhe në fund me boven takimin bashk. Do pensional kur nuk nalën. Unë e kom pastruk në prap kanë hunë betarina. Dikur e do kohën lartë apet, do me shku me këqyre e rejon prap. E kanë hunë gabimisht. Që këto I kom pastru une, po vinë tash piknik, po hudhin prap. E mos hudhin mara mushi mara manej. Mushi men se në tranut, që edhe obori gjamisë është duko kërë I vullnetarisht. Ka shprej ka dëshmëri njeri, do me bo e bon. Do me bo se vap. Jo për interes, jo ashtu. Pin kofe aty. Ja fut komentës e të rap. Kot ja fut. Po ti që angazhove vetë. Ma letë se me kritiku. Ty pi kafe s'ka, po me bënu o zorë. Që këtu është pastru, qëre tash, edhe vetë Zoti thot, I ka qel lullë bëgjëraqët, tash a ma mirë qësi me po, a me po qësi. Shë. Edhe kjo rrugë është hap vullnetar, një nga familja Dallova, duke përfshi edhe bobën e lumbar Dallovës. Ka shprej nga dëshmëri, po do me bo, e ka bo. Më thonë ka bo punë mire. Në kohën, do me thonë, kur kushton nafta 2 euro. Kjo shka, do me thonë, vullneti, njerëzit kanë vdek, kanë pas vullnet me vdek për liri, me plot vetdije, momentin që shes, qatë element që e shet tek njerëzia, këto gjona tjera, se ona zgjo mëra mirë një normale. Tash arritëm të ambulanca ja dhe këta, do me thonë, stafi kanë dalë, e pastrojnë. Edhe këtu është bo një punë vullnetar nga disa banorë, edhe këta spiceki jamën që është rafshu kjo. Kanë dasht me bo, e kanë bo, që sa bukur o zgjeru. Kom bisedua dhe me këta, kur po shpërthej në ujë, që pilojnë kosë këto, thana duhet kosë, aq shumë ka defekte. Sistemi vjetër nuk po mund mi arrit, mi riparu, dhe sa të vinë kompanit. Kjo pjesa që I kom ledhë në betorin e ta ditë, që shush pastrua dhe kjo që. Veç shikoni. Këtu tash me pas bare, me mjallë. Sa bukur e bo.
Tash po thira dhe solla, ka vdek bashkëshortja e Nasipit të Gjirëshitit. E qes një njoftim tash në faqe.